Kombëtarja e vajzave e drejtuar nga trajneri shkodran Armir Grima siguroi një barazim të rëndësishëm 1-1 në transfer ndaj Çekisë në ndeshjen e vlefshme për kualifikuesen e Kupës së Botës Brazil 2027. Takimi i zhvilluar në stadiumin Victoria në Prag ishte i luftuar dhe me ritëm të lartë. Pjesa e parë u karakterizua nga një lojë kujdesshme nga të dyja skuadrat. Çekia pati më shumë kontroll të topit dhe u afrua disa herë pranë zonës son, por mbrojtja kuqezi u tregua organizuar dhe vendosur, duke neutralizuar çdo tentativë të rrezikshme. Nga ana tjetër, Shqipëria krijoi 2 raste të mira shënimi, por pa mundur të gjejë rrugën e rrjetës. Në përfundim të 45 minutave të para, rezultati mbetet i pandryshuar. Skuadra vendase kaloi në avantazh në minutën e 47, kur realizoi një goditje nga qendra e zonës. Vajzat kuqezi reaguan menjëherë dhe vazhduan të kërkonin golin e barazimit. Përpjekjet e tyre u shpërblyen në minutën e 70, kur Vanessa Levendi finalizoi me sukses një aksion të bukur, duke shfrytzuar në maksimum asistin e Fortesa Berishës. Goli i Levendit riktheu ekuilibrin në takim dhe volosi rezultatin përfundimtar 1-1, pavarësisht tentativave të mëvonshme nga të dyja skuadrat. Ka qenë një kohë gjatë që nuk kam qenë pjesë e kombëtarës dhe jam rikthyer dhe jam shumë e lumtur dhe krenare të jem pjesë përsëri e kombëtarës. Them drejtën, nuk e kam besuar, vetëm kur kam parë gocat e ekipit që kanë ardhur dhe më kanë përqafuar, aty e kam kuptuar që kam shënuar. Ndihem shumë e lumtur. Një barazim që vlen shumë për ne kundër një ekipi shumë mirë si Çekia. Ndeshja e radhës është me Malin e Zi. Edhe një ndeshje që duhet ta fitojmë. Ishte një ndeshje shumë e bukur, jam shumë e kënaqur me angazhimin e vajzave dhe me përkushtimin që kena bën këtë lojë. Është një pikë e artë për neve, por është gjysma punës, kemi një ndeshje tjetër në Shkodër që do ta zhvillojmë dhe besoj që do japim maksimumin në ndeshjen e dytë. Kombëtarja e vajzave do të luajë ndeshjen e fundit të këtyre kualifikuesve të Kupës së Botës Brazil 2027 ndaj Malit të Zi me 9 sheshor në orën 19:00 në stadiumin Loro Boriçi.